Allahu thot, dhe kështu ne I bëjmë disa zullumqar miq e sundues mbi disa zullumqar të tjerë. Është interesant kjo ajet. Allahu fuqi plot thot kështu. Dhe kështu ne I bëjmë disa zullumqar, disa tiran, disa mizor, I bëjmë sundues dhe miq të disa të tjerëve, por edhe këta janë zullumqar, edhe këta janë të padrejt. Për shkak të asaj që ata veprojnë. Domethënë, e përbashkëta që I bën këta bashk është padrejtësia dhe zullumi, mizoria dhe tirania. Shiqojmë si na e zbardh dhe na e bën edhe më të kuptueshëm këtë ajet Imam Taberiu, Allahu mëshiroft. Thot Imam Taberiu, kur fillon me komentu pjesën e parë të ajetit 129. Dhe kështu ne I bëjmë disa zullumqar mbi të tjerët, sundues dhe miq. Thot Imam Taberiu, Allahu fuqiplot lejon që zullumqarët ta mbështesin njëri tjetrin, të bashkëpunojnë dhe të sundojnë mbi njerëz të ngjajshëm sikur jo janë ata vetë. Do të thotë, kuptimi I ajetit është se zullumqart bën aleat të zullumqarëve. Arsyeja pse Allahu lejon këtë është fundi I ajetit. Thot Allahu dhul xhelal, për shkak të asaj që ata veprojnë. Domethënë, ajo e përbashkëta e gjithë këtyre është pikërisht zullumi. Zullumi këta, mizoria, padrejtësia, këta I bën me qenë të njëjtë për shkak të mëkateve, padrejtësive, devijimit dhe kjo është domethënë pasojë e veprave të tyre. Imam Taberiu sjell disa transmetime dhe interpretime nga gjeneratat e hershme nga selefi. Thot kur njerëzit bëhen zullumqar, Allahu vendos sundues zullumqar. Kur në një shoqëri, kur në një rreth, njerëzit janë të padrejtë. Atëherë rrjedhimisht Allahu çon sundues të padrejtë ndaj tyre, për shkak të padrejtësisë së tyre, nga se këta janë ata që e kanë mbjell padrejtësinë. Ndërsa vazhdon Imam Taberiu, thot momentin kur përmirësohet shoqëria, atëherë përmirësohen edhe prisat e tyre. Kjo është prej ligjeve të Kur'anit, kështu na shpjegon dhe na qartëson Kur'ani.